për t'i përthithur më mirë të gjithë elementët që shafrani këto fije të përmbajnë, si është mënyra më mirë, në ato që ne themi sinergjia ushqimore, ku dy elementë bashkëveprojnë me njëri tjetrin? Bashkëveprojnë me njëri tjetrit. Dhe po të shtojmë të ky çaj neve edhe pak mjalt, pra një lugë çaj me mjalt, atëre vlerat e tij, si thuash, dyfishohen. Pse? Sepse na bashkohen edhe enzimat nga mjalti, por edhe glukoza, fruktoza, saharoza e tjera dhe plus enzimat, atëherë nuk marrim më vetëm pak, le të themi, atë kompleksin e vitaminave B1, B2, B3, B6, por marrim edhe enzimat nga mjalti. Antioksidantët, Po patjetër. le të themi që ky është qetësues nervor, sepse përmban edhe këto polifenolet, përmban këtë vitaminën B3, por përmbante edhe këto krocinën dhe krocininën. Atëherë, nëse ne do të shtojmë diçka, për shembull, një kamomil ose një valerian, një barblete, atëherë efekti qetësues i asaj gotës së çajit në mbrëmje do të bëhet shumë më i fortë.